Përshëndetje shikues të Star Plus, do t'jemi ditën e sotme në një puntat shumë të veçantë të studios hapur me mua Teodor Gjergën këtu në studio për të diskutuar rreth një momenti shumë të rëndësishëm, ndër më të veçantët për komunitetin musliman në të gjithë botën, ku ditën e sotme në fakt siç njihet ndryshe është edhe dita e Arafatit, ku është një nga momentet më të rëndësishme për gjithë muslimanët në mbar botën në momentet e tyre të haxhit. Për diskutuar rreth këtij rituali, por edhe për rëndësinë asaj çfarë është ditën e nesërme mbi festën e Kurban Bayramit, me mua sot në studio është teologu dhe imami njëherësh Lavdrim Hamja. Faleminderit që je sot me mua në studio. Mirë se u gjeta. Dhe faleminderit për ftesën tuaj. Dhe do kemi mundësi që në fillim të kësaj studio të hapur të komunikojmë edhe me vendet e sheta, pra nga vendet Arafate në Arabinë Saudite, me Haxhiun Gani Kimça. Nuk e di nëse regjia ma ka përgatitur. Presim pak çaste kur ta kemi gati për të marrë ato emocionet e drejt për drejta nga kjo ditë mjaft e veçantë, ditë lutje, reflektimi për gjithë besimtarët musliman në mbar botën. Regjia, ne mund të vazhdojmë me bisedën kur ta kemi gati, mundemi edhe të rikthehemi na njofto më një herë. Zoti Hamja, le të themi një informacion të përgjithshëm. Çfarë bën kaq të rëndësishme këtë ditë? Po, kjo, sipas kalendarit islam, kjo është muaji Dhulhixhes ose muaji i Haxhit. Janë 10 ditë shumë të shenjta për të cilat Zoti i Madhëruar është betuar në Kur'an. Dhe ne në kulturën tonë islame, kur Zoti betohet në diçka tregon se është madhështore, ka rëndësi të madhe, ka dobi të madhe dhe duhet të kushtojmë shumë rëndësi në adhurimin tonë, në mënyrën e të jetuarit tonë. Pra shpikërisht një surë në Kur'an që është sura El-Fajr, më thënë surja e agimit për në atë momenti kur lind dielli, për të cilën Zoti është betuar duke thënë pasha agimin dhe pasha 10 netet. Pra Zoti është betuar në këto 10 netet, në këto është edhe dita Arafatit sot, që është dita e 9. Nëse mund të ndërpresim për të ndarë dhe këto pamje të drejt për drejta, zoti Haxhim, dëgjoni? Zoti Kimça? Patjetër. Atëherë, përshëndetje nga Shkodra, nuk e di, mi përshkruaj pak emocionet e atij adhurimi që po zhvilloni atje. Edhe unë t'ju jap një përshëndetje nga Arafati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga xhiler të Shkodrës, të marrë Shqipnis edhe të marrë botës. Fond patjetër. Na përshkruaj pak, si ndjeni? Këto me keni shirë është një atmosfere pa pame. Është një rënqetje, lumë kush e ka risk, marë këtë vend, lumë ku ja bërë Zoti risk, marë këtë vend, këse ka ditë që jenë ato shiju në nërën ma fantastike. Edhe do ato në shkojnë për qytetin e Shkodrës, për marë Shqipnin, për fshatin ku në kam lind, për familjen time, për ju që jeni në studio, për myftinin e Shkodrës, për këtë organizim kaq të bukur dhe kaq perfekt që ata kanë organizu. Jena shumë të kënaqur. Edhe inshallah Zoti ja bën risk gjithkuj marrë këtë vend. Ja, shumë mirë Me shtet jena shumë mirë, megjithëse temperatura shënon 42 gradë, por jena shumë mirë me shtet. Edhe ju falenderoj shumë që ju interesuat me na intervistu ne. Këto përbri kam shumë shok, shumë haxhiler, që kanë orë me bo tavaft, kanë orë me bo haxhin, kam Adem Shahinin. Nëse mundi t'ja kalojmë edhe për një përshëndetje të shpejtë se cilin nga ato nëse kanë të mundur, nëse i ke ofër. Okej, patjetër. Selamu alaikum wa rahmatullah. Ju përshëndetje, selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Atëherë emocionet në këto vende janë të jashtëzakonshme. Aq sa është vështirë me gjetë fjalët e duhura me i përshkru, sepse këta janë emocione të cilat përjetohen dhe është shumë vështirë që të tregohen. Edhe kjo është në vërtet një pamje e jashtëzakonshme ku krejt njerëzit të shtresave të ndryshme, të racave të ndryshme, të etnive të ndryshme janë krejt një, me një veshje, me një qëllim, asnjë dallim, të gjithë kanë ardhur për me ju përgjigj
thirrjes së Zotit të Madh dhe për të qenë në vend një prej shtyllave të Islamit që është haxhi. Është e jashtëzakonshme, e lut Zotin që t'ju pranoj haxhin të gjithë haxhilerëve, si dhe e lut Zotin t'ju mundsoj gjithëve më ardhë këtë vend, gjithë muslimanëve me shiu këtë kënaqësi dhe këtë shpërblim të madh që ka ky vend. Zoti ju ruaj. Selam aleikum gjithë. Faleminderit. Nëse keni edhe diçka të fundit, një përshëndetje të fundit? Përshtetja është me përshtetjen islame. Esselamu alaikum e rahmetullahi wa barakatuhu. E inshallah Zoti ju ban rizq të gjithëve marrin këtë vend. Edhe përshtetja më mirë është me përshtetjen islame. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Tekbir! Faleminderit. Ju mirëpresim Shkodër tani. Faleminderit. Esselamu alaikum e rahmetullahi wa barakatuhu. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirëmëngjesim. Ju ndërpreva pak më parë cilat janë ato rritet kryesore dhe rëndësia e këtij haxhi për mbylljes në këtë ditë në këto vende. Ta fillojmë me ditën e Arafatit. Patjetër, po. Unë ishim të fol në 10 ditë të këtij muaji të haxhit quhet. Haxhilerët dita 8 që ka qenë dita djeshme kanë veshur atë rrobën e bardhë, pa vetëm për meshkujt është e detyrueshme rroba e bardhë, dhe nisin quhet në një vend i shenjtë quhet Mina. Parrin aty do poshojnë aty, kanë ato çadrat e tyre dhe poshojnë aty, në mënyrë që dita sot mes atë mëngjes janë nisur për në Arafat. Arafat është një vend, më thonë një fushë, ka një kodë të vogël, është, më thonë, ne quajmë toka e shenjtë aty dhe është vendi ku haxhilerët thjesht në rrinë qëndrojnë dhe bajnë lutje Zotit. Po nuk ka në udhërim të veçantë. Bile edhe ato namazet ditore që ne i falim, duhet i bashkojmë në mënyrë që t'i japin kohë, më thonë, për qëndrimit dhe për kushtimit ose për gjërimit ndaj Zotit duke kërkuar falje dhe lutje. Dita Arafatit është pra dita 9 e muajit të haxhit, që quhet Dhul-Hijja, një ditë para Kurban Bayramit, dita e Kurban Bayramit është dita 10 e muajit hënor të kalendarit islam dhe kjo ditë është shumë e madhënueshme. Nga ana fetare, dita Arafatit qysh nga emri, më thonë Arafat do të thonë njohje. Në kulturën islame është vendi ku Zoti i Madhëruar ka kriju Ademin dhe Havan, po ose Adamin dhe Evën, siç i thonë, dhe janë njohur me njëri tjetrin pikërisht në këtë vend. Është vend i shenjtë. Dhe kret haxhi, do të thonë kret rritet e haxhit, mund të zëvendësohet. Nëse një person mund të jetë i smur, më thonë, nuk e ka kryer një kusht ose një rit të haxhit, mund ta kompensojë duke pagu një kurban, ose duke dhënë një sadaka, një lëmosh, po duke dhënë një kontribut financiar. Ndërsa Arafati është i detyrueshëm. Do të thonë, Arafati është qëndrimi nga pjesa e paradites deri në kohën e akşamit, është i detyrueshëm që haxhiu, pa që shkon atje, me qëndru vetëm me hinat pjesën e territorit. Dhe nuk ka asnjë lloj adhurimi tjetër. Thjesht duke i lutur Zotit xhaleshanu, pa Zotit të madhuar. Kështu që pra ne ka thujt profeti alayhis salam haxhi është Arafat, do të thonë është ky vendi që përmendet. Kjo ditë, për ata që nuk janë haxh, pra për ne që jemi këtu, është e pëlqyeshme që të agjërohet. Sepse me agjërimin e kësaj dite sikur ne i bashkohemi, domethënë atyre haxhilerëve, aty vëllezër motrave të cilët kanë shkuar në haxh dhe sikur i bashkohemi adhurimit të tyre. Pra sikur po marrin pjesë edhe në haxh, por jo me trup, por me shpirt ose me një adhurim që ne po kryjm së bashku me vëllezërit tjerë që janë këtu. Ndërsa haxhilerët nuk duhet ta agjërojnë këtë ditë. Atje vetëm qëndrojnë dhe lutën Zotit. Është një ditë pra që Zoti mburret tek engjëjt, tek melekët me përqendrimin aty haxhilerëve siç i pa me ne, se ata ishin në çadrin në hije. Pra mburret me këto njerëz që janë shkuar për gjithë anëve të botës dhe janë përgjigjës thirrjet të Zotit, mburret me ta tek melekët. Dhe është dita që Zoti fal më tepër se asnjëherë në ditë të vitit, në këtë ditë e Arafatit. Pra, është një ditë që pra Zoti mburret dhe duhet të shkosh aty për mi përjetu miliona njerëz që kanë ardhur nga tërë bota. Pra anë kanë botës, nuk ka shtet në botë, ose nuk ka, domethënë musliman kudo në çfarëdo shteti të botës që nuk është përgjigjë kësaj thirrje. Dhe nëse e keni dëgjuar, gjithmonë haxhilerët thonë një fjalë shumë shpesh, që thotë lebeik Allahumma lebeik. Që po të përkthehet në gjuhën shqipe do të thotë të përgjigjem me ty o Zot, të përgjigjem. Pra Zoti ka bathire për me shku në haxh. Dhe në fakt thirrja e haxhit e ka origjinën që në kohën e Ibrahimit ose Abrahamit alayhis salam që themi ne, që kur e ndërtoi Qaben së bashku me birin e tij Ismailin, Zoti i Madhuar urdhëroi që t'i thrasë njerëzit për ta vizituar, pa për bërë haxhin, pelegrinazhin. Dhe i tha, si ti thras njerëzit?
Zoti i Madhruar Ullori tha ti vetëm thuaj. Pra, o njerëz ejani në haxh. Pastaj kumtimi për sjellja e kësaj fjale është detyra ime. Dhe Zoti thot në Koran që i dërtohet Ibrahimit alayhis salam, "O dhin fi nasi fil hajj." Pra, thirrni njerëzit për haxh, që të vinë ty nga çdo skaj i botës në kamp, pa dikur kanë udhëtuar në kamp njerëzit, ose i për mbi kash, mbi deve. Por sa sot shoqër Zotit sot janë lehtësuar shumë, më thonë të udhëtimit dhe sot është diçka më lehtë. Por është ditë pra që e kanë të detyrueshëm të ndjedhen gjithë në atë vend. Është një mal në Arafat është një kodër shumë e vogël që nuk është e detyrueshme që të shkojnë njerëz deri te ajo kodër për të ngjitur, por thjesht për qëndron një territor. Ata që shkojnë në haxh sigurisht ka tambela shumë orientuese që tregojnë që këtu fillon zona e Arafatit. Pra për t'ia bërë ditur atij që ka shkuar atje që mos rri jashtë kësaj zone, sepse nuk pranohet pastaj adhurimi. Po do të futesh brenda kësaj zone. Ose këtu përfundon, këtu fillon gjitha gjërat tjera. Është një tubim, më thënë tubimi i haxhit është diçka që është madhështore, në historinë njerëzore nuk njeh një tubim kaq të madh ku miliona njerëz nga mbar bota. Nga kultura dhe kombe ndryshme. Absolutisht. Edhe gjithë janë është detyrueshëm për çdo burr, pra për meshë janë detyruar të veshin këtë rrobën e bardhë. Vetëm këto dy palë rroba të bardha kanë detyrë të veshin. Përsa sigurisht femrat, gratë nuk janë të detyruar të ndrojnë rrobat e tyre, me ato rrobat që kanë shkuar në haxh, pra me mbulesën e tyre, ata mund të vazhdojnë kryen rritjet e haxhit. Kjo është dita e Arafatit. Këto qëndrojnë deri në kohën e akşamit, në perëndimin e diellit. Pastaj kthehen, pra nisin marrin rrugën e kthimit nga kanë ardhur dhe quhet një tokë tjetër, është quhet Muzdalife. Atë të qëndrojnë pothuajse deri afër sabahut, ku do falin 2 vakte tjera të namazit, është akşami dhe yaci, edhe ata i bashkojnë, për arsye se, domethënë, janë rritjet e haxhit dhe njerëzit janë udhtim, njerëzit ka shumë njerëz dhe i bashkojnë këto fale, këto namaze dhe mbledhin disa gur që do t'i gjuajnë për 3 ditë më radhë. Janë pikërisht 49 gur që mbledhin pra sondën kthim, i mbledhin ata gur. Zakonisht mund t'i marrin secili mund t'i marrin në për tokë, i mbledh skoran si gur, jo shumë të mëdha, gura lesë vëgjë themi ne. Por sot kanë dalë edhe mënyra tjera që i kanë gati, mund ndoshta o fala se dikush ku ndeni pagesë vogël i merr gatshme 4 gur për të gjuatur nesër, pas nesër, ditë më radhë që është vendi i caktuar. Pa, nesër do thënë ne kemi bajram, sigurisht ata kanë bajram, por ata e kanë ndryshe bajramin. Ne vime falim bajramin, do thënë kemi atë gëzimin tonë, ndërsa ata kanë angazhime të tjera në këtë ditë bajramit. Pra fillojnë me gjujtën e gurve. Pastaj domethënë shkojnë në Qabe në Mekë ku bën atë tavafin që është tavafi kryesor, kanë therrin e kurbanit. Pra mëna zakonisht kur shkojnë në haxhi që kryen mëna 5 ditë e kanë kryer komplet domethënë rritjen e haxhit. Por sigurisht qëndrojnë pastaj se për të shlodhur, për të vizituar vende të tjera, për ta shijuar më tepër, pra mëna 5 ditë e kryen komplet haxhin. Mas i kryen këto rritje, pra mas deri te dita e 4 që është Kurban Bayram që themi ne, pastaj pra kthehen nga Arafati, gjujtën gur, banë quhet rrotolim rreth Qabes, thonë gjujnë prep gur, pra janë 49 gur që i ndajnë në periudha të caktuara, therrin kurbanin, ta vetë s'mund të therrin, por sigurisht që e kanë paguar dhe dikush thotë që kurbani yt është therrë, është kryer. Pastaj kanë një rit tjetër që bajnë është mes 2 kodrave quhet Safa dhe Marwa. Janë shumë të rëndësishme sepse Haxheria, pra bashkëshorët e Ibrahimit alayhis salam, nana e Ismailit alayhis salam, kur u vendos pikërisht në Mekë, në Qabe, në zonën e Qabes, u vendosën në një vend që s'kishte as ujë, nuk kishte as gjelbrim, as gjë, ishte krejt e vetme. Dhe kur i morri ushqimi, ajo filloi duke ecur, duke vrapuar mes 2 kodrave, që Safa dhe Marwa. Do thonë, hypi nga një kodër shkoi në kodër tjetër për me pa që a ka dikush, më thonë që po vjen pa me kërkuar ndihmë dikujt. Pastaj u drejtoi te Zoti derisa bëri ujë Zemzemit. Është uji që është në Qabe, është uji i bekum, që themi ne, sepse është me të vërtetë uji i mrekullisë, për arsye se profeti alayhis salam ka thënë, uji i Zemzemit është më të njëjtë që e pin personi. Pra ke diçka ti një shqetësim. Më të njëjtë që e pin, më të njëjtë të bën dobi. Pra kryen edhe këtë ecje mes 2 kodrave dhe kanë edhe një qethje ose shkurtimin e flokëve. Haxhiu, ose i qeth komplet flokët, si themi ne 0, ose i ruan krejt flokët, ose i shkurton. Rëndësishme me shkurtu pak të me ik diçka nga flokët. Pastaj hekat rrobën e bardhë dhe është krejt i lirshëm, i ka kryer rritin, i ka kryer komplet adhurimin e haxhit. Është i qetë, pastaj viziton vetëm thjesht rrin, si themi, për kënaqësi, për të vizituar, për të përfituar sa më tepër nga ana shpirtërore. Kaq është, më thënë, këto rritje të haxhit. Po për ato që nuk kanë pas mundësinë për të udhëtuar në Mekë, sa e rëndësishme është dita e agjërimit, pra të kësaj të ditës së Arafatit. Agjërimi në këtë ditë, sa e rëndësishëm është? Agjërimi në këtë ditë, pra ne agjërojmë që shtash për t'u bashkangjitur ose bashkuar atyre milion haxhilerë që kanë shkuar në haxh. Dhe profeti alayhis salam ka thënë, unë shpresoj
që agjërimi kësaj dite, pra ditës Arafatit, të shlyej gjunat, si themi ne mëkatet, pra e 2 vite, vitet kaluar e vitet të ardhshëm. Pra ne sot, muslimanët e praktikojnë shumë këtë, agjërimin e ditës Arafatit, pavarësisht se është nxehtë, po tash është për çdo vit është duke marrë kohë, në fakt duhet gjithë më tepër nga pranvera dhe nga dimri, por edhe kur ka qenë verë e kanë agjëruar. Bile ata që dikush që është më i përkushtuar ose është edhe më i fuqishëm, i ka agjëruar komplet të 9 ditët. Pa që nga dita e parë, sot është dita 9 e këtij muajit islam, që themi muajit të haxhit. Ata kanë filluar qysh 9 ditë më përpara dhe kanë agjëruar, ama nesër dita nesër nuk lejohet të agjërohet. Sepse është, ka thënë profeti alayhis salam, është ditë feste, ditë gëzimit, ditë ngrënjit, ditë pijet, po thënë duhet me gëzu. Është në islam 2 ditë e Bajramit. Pra dita e fitit të Bajramit dhe dita e Kurban Bajramit është haram, është ndaluar të agjërohet. Nëse një person agjërimin e ka praktik, këto 2 ditë e ka ndaluar të agjërohet sa do i fuqishëm e kanë, sa do më pas pasion agjërimin e tij. Prandaj ne agjërojmë këtë ditë Arafatit, është ditë e lutjes që pranojnë lutjet. Është dita më e mallnueshme kur themi që Zoti mburret me melekët, tek melekët me njerëzit, është ditë që Zoti e ka pëlqyer shkurën e të njerëzve. Edhe në haxh është diçka shumë sekret. Në haxh nuk shkon ai person që ka parë. Në haxh shkon ai person që ka thirrur Zoti. Sepse ne shohim sot ka njerëz që kanë miliona parë, kanë lek, por nuk shkojnë haxh. Nëse një person nuk e di, një person duket shumë i thjesht, thonë i ka gërmulluar nëse ata lek me vitet tona, edhe ai shkon haxh. Po nuk shkon haxh kush ka parë, por kush e ka thirrur Zoti xheleshanu. Dhe haxhi me të vërtetë ndodh nganjëherë, pra kur sistemin e kur njeriu ka të shkruar, ja ka shkruar Zoti me shkruan haxh, pa sillet gjëra që nëse duket e pa realizueshme ti do shkosh në haxh. Tjetra, ata njerëz që megjithëse ne e kemi besim që njeriu shpërblet sipas njetit, sipas qëllimit të tij. Nëse dikush e ka bën jetë me shkuën haxh, edhe është përgatitur. Por i ka ndodhur diçka nuk ka shkuën haxh, Zoti ja shkon sigur ka kryer haxhin. Po ka ndodhur raste para 2 vitesh haxhiu për haxhilerët të Shqipërisë kanë shkuar e kanë përcjell në Rinas pa në aeroport, ka kaluar kontrollin e policisë dhe është gati me hip në avion, aty ka vdekur, ka ndruar jetë në aeroport. Se ka pasur me shku deri në Mekë në Qabe. Ama kanë me rroba haxhit, aty shkruhet haxhi. Pra ose njerëz që, më thënë, kanë ndodhur njerëz që nuk e ka parë si themi në ëndër për me shku në haxh. Ka thënë dikush kanë ftuar me shku në haxh. Ja ka bërë dikush dhurat haxhin. Haxhi është thirrje e Zotit. Dhe janë vende që sa të flaset, më thënë, për begatinë, mirësinë ose më thënë kënaqësinë që e kanë ato vende, po nuk shkohemi për aty nuk e ndjen. Për shkak shumë njerëz që shkojnë vizitojnë ato vende të shenjta, u shkojnë në haxhit ose sistemin e vizita e tyre jashtë haxhit quhet umre, dhe njerëz që ndoshta këtu kanë qenë mankesa, kanë qenë me smundje kur kanë shkuar atje sikur janë shëruar komplet. Haxhi për muslimanët është shumë i rëndësishëm dhe është kongresi vjetor. Por prej mirësisë Zotit është që nuk na ka detyruar çdo vit. Haxhi për muslimanët është i obliguar një herë në jetë nëse ke mundësi. Pra, nëse namazet ditore që falim e kemi 5 vakte në ditë që kemi detyrueshëm në 24 orë, agjërimi në Ramazanit një herë në vit që është detyrueshëm një muaj, haxhi një herë në jetë nëse ke mundësi. Dhe këto kanë thënë mundësi mund të jenë shëndetësore, po nëse ke parë, po nuk ke shnetin. Ose ke shnetin dhe ke parë, po nuk lejohet, nuk jep të kush vizë me shku. Për shembull, se është ndaluar siç e koha koronit, Zoti na ruajti prej saj na mbrojti. Po pothuajse 2 vjet ishte rrepsisht ndaluar me shkuar në haxh. Pra ata që kanë mundësi, është detyrë obligim një herë në jetën e tyre. A dikush mund ta përsërisin më shpesh? Është mirësi e madhe, po një herë është detyrueshëm një herë në jetë. Më shumë mesazh paqe dhe bashkimi besoj ky haxh. Ja, ky haxh ka simbolika shumë të mëdha. Sepse njerëz për gjithë botës, prej racave të ndryshme, prej gjuhëve të ndryshme, bashkohen atje dhe në fakt sikur ne njerëzit përgjithësi besimtarët, sikur ja kemi ndryshuar pak atë funksionin adhurimeve. Duke filluar qysh nga namazet, qysh nga agjërimi, por edhe haxhi. Haxhi nuk është thjesht me shku atje, ti me vizitu ata vende, me kryer ato rite dhe më kthy kaq më thanë që e kryeva haxhin. Haxhi është shumë më tepër për te kësaj. Duke nisur nga fjala e Zotit në Kur'an, që Zoti thotë liyashhadu manafi'a lahum, do të thonë për me përfitu, për me marrë dobi prej haxhit. Që është dobi shpirtërore, po dobi materiale. Do të thonë, të mbledhen njerëz nga gjithë bota, qëllimi ka qenë që mu mbledh atje së bashku dhe krerët e tyre më ul me bisedu me njëri tjetrin, me pa prioritetet, problemet, zgjidhjet e tyre etj etj. Pra haxhi nuk është thjesht me kry, sot ne kemi kthyer kështu në fakt. Po ja kemi deviju funksionin.
Origjini e tij është me shku atje dhe me bisedu me njëri tjetrin. Për shembull, nëse i kthemi brezave të parë nga shokët e profetit alayhis salam, s'po themi te profeti alayhis salam se ka qenë profet, por pasuesve të tij, gjithmonë haxhin kanë konsideruar veni, domethënë i përgjegjësive. Pa kalifi, pa prisi muslimanëve, ka ftuar gjithë mëkamësit e tij, punëtorët në punët e tij që ka pas në vende të ndryshme, dhe ka qenë, si themi, dita e gjykimit. Pra filani po, a ka kush ankesë për prisin e tij, për mëkamësin e tij, filani ka kush ankesa? Pra njerëzit e kanë, kështu ka qenë haxhi. Për sa sot, do të shkojnë miliona njerëz nga gjithë bota dhe të kthehen thjesht dhe të kryejnë një vizitë, ja, duhet të pas një bashkëpunim me njëri tjetrin. Qoftë edhe të grupet e të vogla. Për shembull haxhilet nga Shqipëria. Aty, siç i pamë aty që ishin gjithë në çadër, aty nifesh me njërin nga Tirana, një deri nga Durrës, një nga Saranda, nga rreth 550 nga Shqipëria këtu. Po, rreth 550 nga Shqipëria. Po ata sikur njëri me tjetrin funksionojnë tamam siç duhet, me bashkëpunim me njëri tjetrin, me vendos disa pika bashkëpunimi do të shkojnë mirë. Po pastaj me kanë edhe më tepër. Pra, funksioni i adhurimit nuk është thjesht me krye ata. Thjesht është me ndiku tek shoqëria, tek njerëzit. Pra dhe haxhiu, ne kemi besim që ai njeriu që shkon në haxh dhe kthehet, Zoti thot pejgamberi alayhis salam e kthehet sikur dita që ka lindur nëna, domethënë i pastër, pastruar komplet. Pra njeriu çelibar, njeriu që sikur e fillon jetën e tij, domethënë nga fillimi, nga duke pas parasysh ngarkesën e gjunave, gabimet që ka njeriu, pa krejt i pastër. Domethënë është si diçka që, domethënë, si edhe skaneri që fut njeriu thotë edhe e ka skanuar dhe ky është krejt i pastër, kështu haxhiu kthehet. Por duhet më kthy me një kuptim. Domethënë, çfarë përfitoj e që shkoj atje? Thjesht me kryen e haxhit, sigurisht, ajo obligim e ke kryer. Por diçka që të shërben ty, domethënë pas. Zoti thotë në Kur'an, kur thotë për ata njerëz që kanë bën jetë me shkuën haxh, thotë, kush ka bën jetë me shkuën haxh, nuk duhet flasin keq. Domethënë nuk duhet sillet keq. Domethënë që haxhi edhe është një stërvitje shumë e madhe. Dhe nëse e shohim me kujdes në Kur'an, gjithmonë kur përmendet haxhi, përmendet edhe xhihadi. Që në fakt dikush më thon ka diku alergji nga fjala xhihad. Xhihad nuk është me vrarë njerëz. Në fakt e kanë këtë strukturë njerëzit. Xhihad është njeriu me sakrifiku në radhë par me epshet e tij, me dëshirat e tij. Pastaj me sakrifiku për çështje që janë mallore, për vendin tan, për gjakun tan, për nderin tan, për pasurinë tande. Janë shajtan gjithmonë në gjithë botën. Pra haxhi përmendet gjithmonë në Kur'an me xhihadin. Domethënë kërkon sakrificë të madhe. Sepse është nxehtë. Sot janë përmirësuar kushtet. Domethënë miliona njerëz, shikoni, pra nëse ke mundësi që me pas edhe live që si janë sot tashin për momentin, do thënë miliona njerëz që ata mbarten me mjete, me autobus ose me makina. Do thënë një autobus ose një mjet, do thënë me pas një problem, që është temperatura 40 sa, tash ka zhvullë edhe më 50. Pa një pas problem, do thënë çfarë pengese do të ketë, pa çfarë vonese mund krijohet. Megjithatë janë lehtësuar shumë gjanat, pra 3-4 milion njerëz ata që kujdesin edhe organizojnë haxhin, jo njerëz më të vërtetë që nuk e di, njerëzit më zgjedhën kanë përshtypjen. Do të kenë shumë i durueshëm. Unë kam provuar vetë, kam shkuar atje dhe imagjino, ti nëse je këtu dhe mbrapa mas të jetë mund të jetë një varg që mund të jetë 100.000 njerëz. Pa 100.000 i fundit nuk din çka kanë orë përpara. Turma shkon duke u shtyr, më thënë nga mënyra inercie. Do thënë një gabim i vogël mund ndodhin një gjam shumë e madh atje. Pra, kështu që duhet haxhi është përmbajtje. Haxhi është sakrificë e madhe, shlodhje, por është diçka që njeriu, më thënë, stërvit veten e tij, jo vetëm me sakrifiku, por me duru. Do thënë, njeriu kur të kthehet nga haxhi, do thënë me pas një fillim të ri, një fillim të pastër. Ke pa nganjëherë këto pajisjet elektronike, e kanë dhënë një opsion që kur ngarkon thotë mi bëj reset, mi rikthy edhe herë, më thënë, në momentin e fillimit që kanë dhënë nga fabrika. Kështu është në fakt edhe haxhiu ku kthehet nga ato vende. Do thënë, sikur e rifillon edhe herë një jetë, më thënë është shumë i lehtë, sepse ka hek një barë shumë të madhe. Kështu që pra janë miliona njerëz dhe shiko, pra në momentin të gjitha do rrotullohen rreth Qabes. Dhe një rrotullim quhet i plot, që se bën 7 herë, jo vetëm një herë. Por pse synojnë gjithë në këtë vend, sepse kanë bërë me kat, janë 3-4 ose 4 duhet jenë tash. Sepse sa më afër Qabes ti e kryen sa më shpejt. Sepse është të thënë pika që sa më shpejt. Sa më larg të merr kohë sa më tepër. Por plus sa është Qabi është diçka se ka të ndjesinë e prekjes. Ne nuk adhurojmë gurin. Po është diçka shumë psikologjike, kam shkuar kam prek Qabën. Pa ne kur shkojmë aty në fakt nuk i lutem me gurit në asnjë moment, nuk lejohet në fakt. Ti lutesh Zotit. Por ama shumë më simbolizon diçka. Diçka shumë simbolik. Pa luten këtë janë vende që ti mendon që kanë kaluar gjithë profetët e Zotit, që nga Ibrahimi alayhis salam, ka qenë, më thënë, Ismaili, Ishaku,
Jakubi, Jusufi që i thënë Jozefi që i thënë këta, Jakubi, Musai, Mojsiu, gjithë profetët e Zotit kanë kryer. Pra janë vende të shenjta dhe një vend që kanë qenë profetit janë njerëzit mos zgjedhur të Zotit. Ata njerëz më thonë kanë qenë ne nuk e përdorim fjalën të shenjtë, por në vërtetë kanë qenë të shenjtë. Njerëz pa gabime, njerëz që Zoti ka dërguar për të marrë shembull për ta njerëzimin. Po gjithë ata i kanë kaluar. Pra ka ndjesi. Sidomos ai që shkon aty më thon gjujtja shejtaneve. Gjujtja e gurë që themi gjuhën shejtanit. Fakt ai nuk ka shejtan, nuk ka ne, si thot dikush, as ka UFO, as ka ne gjin që themi, po shejtani është një simbolik sepse gjithmonë e keqja që vjen njeriu kur njeriu do të bën një të mirë gjithmonë e ngacmon i thotë mos e bën. Për shemb, bani thirrje për një kontribut, ku do shoftë ai? Për një të smur ose për një që ka meti pas 3. Shejtani thotë, pse po ngjerë ata 5.000 lekë, 10.000 lekë? Mos i ngjerë thotë, blej diçka fëmijë. Pra gjithmonë sikur shejtani, domethënë, njeriu sa që do të bëjë një të mirë e ngacmon. Sepse Ibrahimi alayhis salam kur desh ty binte urdhët e Zotit, tha mos e bën, djalin po sakrifikon. Pra kjo është simbolika. Do thonë, jo thjesht me gjujtat e gurtë kur kthehesh në vendin tën, ti më thoni pas gjithmonë më bën shejtanin shok. Jo, do thonë gjithmonë më largu sytit e shejtanit. Pra ka në çdo pjesë të saj ka simbolika shumë të rëndësishme. Haxhit. Kështu që është i vështirë, pa në gjitha drejtimet e haxhit është i vështirë, por gjithat që shkojnë në një knatësi, sepse në jetën tonë përditshme, kur kryejm një detyrë që na ka ngarkuar dikush, kur e kryejm detyrën themi, shoqër, e kryejm atë detyrë. Jeni shlodhën. Edhe nëse ke dhe shpërblimin, e mora dhe shpërblimin. Por haxhi, ti e ke kryer për Zotin, je përgjegjës thirrjes Zotit, është shumë e madhe, shumë madhështore. Kështu që inshallah e bën Zoti rreth gjithkujt. Ndërkohë që miliona besimtarë ndollen duke kryer atë ceremoninë e haxhit, mos harrojmë që nesër kemi festë në qytetin e Shkodrës për gjithë besimtarët musliman, është festa e Kurban Bayramit. Cila është simbolika kryesore e kësaj feste nga ana teologjike? Që nga emri i saj Kurban Bayramit. Pra është ditë që festi është e lidhur me thërrjen e një kurbanit. Për të cilin Zoti thot në Kur'an, tek Zoti nuk mrrin as gjaku as mishu i tij, por mrrin thot devotshmëria. Por ne në Islam kemi gjithmonë adhurimit e kemi të lidhur ose lutjet kemi të lidhur me një veprim. Pra, fest po fest me çka? A duke dhënë diçka për Zotin. Fjala kurban për të përkthyer çdo më thon afrim. Do thon më afro te Zotit. Pra, po pres diçka më afro te Zotit. Edhe çysh te kushtet që ka kurbani, pa baktia, baktia nuk do të jetë kur një person që ka vendosur të thërrë kurban, baktin duhet ta gjend paktën mesatare. Gjë më mrekullueshme do të ishte me kenë sa më plot baktia, më thënë sa më shnosh, sa më mirë gjitha drejtimet. Por nëse s'ka mundësi person më ble, atëherë mesatare. Po jo diçka, domethënë pa vlerë ose ka vlerë të dobët, vlerë të paktë me ia dhënë kurban Zotit, s'ke si afrohesh me të. Është nisë se në jetën tonë përditshme, kur dëshirën me dhuru dikujt diçka, nuk e dhuron diçka pa vlerë. Ti mundohesh me gjetë një diçka me vlerë. Kështu është edhe kurbani. Pra, simbolika e kësaj feste, ditës është Kurban Bayrami, është kurbani. Pa thjerrjen e kurbanit për ata që kanë mundësi. Mjafton një person familjar, nëse e thërë një kurban për familjen e tij, pra një dash ose një dele ose një dhi, thonë është mjaftueshëm për gjithë familjen e tij. Por nëse personi ka mundësi më tepër financiare, ai atë kurban mund të bëjnë 10 kurbane i shpërndan që gjithë, 20, 30 sa dëshirojnë ai. Plus kësaj, pra ne këtu në Shqipëri ose në vendet tona kemi vetëm baktitë e imta dhe gjellët që thonë lopet, këta që lejohet me thërë kurban. Përsa në vend tjerë ka dhe deveja dhe lejohet me thërë kurban. Por tek lopa nga që është e madhe, lejohet deri në 7 persona marr pjesë, do thonë me qit paret për me bën një kurban një lopë për 7 persona. Ndërsa tjetra është shumë rëndësishme është ndarja e mishit të kurbanit. Patjetër. Në fakt nuk është ashtu detyrueshme, por nga që është ditë fesës është mirë që me gëzu të gjithë. Dhe mënyra më mirë ndarjes së kurbanit është që ndahet në 3 pjesë. Një pjesë personi jep sadaka pa lemosh fukaras atij që ka nevojë. Një tretën jep miqve dhe shokëve të tij, por nuk ka nevojë, thjesht është dhuratë, është një diçka që qirasti dikush, do thonë qirasi e Kurban Bayramit është mishi i kurbanit. Dhe një pjesë tjetër do mbash për veten tane. Kjo është mënyra më mirë, më pëlqyeshme. Por nëse një person vërtet është nevojtar dhe ka arrit me thërë kurbanin, për i bërë kurbanin, nëse man gjithë mishin e tij, për veten e tij ka krejt normale, ka krejt të lejueshme dhe ka të saktë, më thënë këtë festë, këtë ditë ose këtë rit të kurbanit. Kështu që, do thënë, kjo është kryesorja. Pastaj mënyra se si ndahet ka diçka shumë të rëndësishme. Ne besojmë që ajo që japim ajo është e jona në fakt.
një ditë profeti alayhis salam u kthye në shtëpi dhe kishin thënë një kurban familja e tij dhe thanin që e kemi shpërndarë gjithë kurbanin përveç një shpatull, pa një pjesë kemi lënë për vete. Tha, jo, tha. Shpatën e kemi dhënë, ndërsa pjesën tjetër e kemi për vete, sepse njëri atë që konsumon për veten e tij, ajo e ke halal dhe ke të lirshëm, por nuk ke as problem. Ndërsa atë që dhon të tjerëve, ke ndihmuar të tjerët, ajo të kthehet dhe do të shoqëron ty, siç besojmë ne, mas vdekjes. Kjo është e kryesore. Pastaj ne kemi faljen e Kurban Bayramit. Pa një falje që ne qysh në kohën e profetit, në fakt festat duhet zhvillohen në shesh, në hapësira. Kështu që ne kemi bërë traditë kur na lën kushtet e motit ta falim në shesh, këtu te afër xhamisë së madhe në Fushel dhe falet në mëngjes herët, pasi të lind dielli, pa afërsisht 45 minuta pasi lind dielli, që lind dielli. Falet janë shumë shkurtër, por më thonë një ceremoni që në fakt 2 recate, ne themi 2 recate namaz falet, por e zgjasin për arsye sepse ne falim sabahun, pastaj presim derisa të vinë koha, sepse nuk lejohet të falet ky namaz i Bayramit pa lindur dielli. Kështu që presim atë në shesh dhe kemi me aktivitete ndryshme, me të larmishme, duke me mesazhe, me ligjërata, pra diçka që me të vërtetë jep kuptim ditës së Kurban Bayramit, kësaj festës së madhe që më gëzuat të gjithë. Mund ta përdorim këtë hapësirë të emisionit edhe për një njoftim për gjithë besimtarët ditën e nesërme, për të bërë pjesë e. Po sigurisht, do të thënë atëherë, do të thënë ne nesër dita e nesërme fillojmë mëngjes që nga ora 4:45, pra në 5:05 që do falet namazi sabahut, pastaj do fillojnë programi ose ceremonia që është me ligjërata dhe mesazhe, duhet të ketë, më thënë, imam të nderuar teolog, pastaj miftiu, pastaj falja e namazit të Kurban Bayramit dhe quhet e hutbja predikimit që është pas faljes dhe kaq mbaron në fakt dita. Ndërsa në ditën e nesërme ne ndryshe nga vitet tjera kemi menduar që me kushtu më tepër rëndësi pak fëmijëve t'i gëzojmë. Duke parë se nuk e di, më thënë, sikur janë boshatisur shtëpiat, sikur janë boshatisur sheshet, rrugët nga fëmijët, më thënë, menduam që t'i mbledhim dhe t'i gëzojmë të japim fije gëzim më tepër. Kështu që nesër Meftinia e Shkodrës ka menduar që atë pritje që është më tradicionale që bën çdo vit, në fakt është shumë e mirë që njeriu të vjen të rënd dikush, ta konvertojmë në këtë festë fëmijësh. T'i gëzojmë fëmijët. Pra herë pas here kemi ballë para disa viteve që, do thënë, kur kemi festë me fëmijë, do thënë e zëvendësojmë atë pritjen zyrtare ose pritjen e vizitorëve, sepse unë kam përshtypjen sot gjithë interes ose vëmendja kryesore duhet përqendrohet tek fëmijët. Ti edukojmë siç duhet, me desh vendin e tyre, me respektu prindit, me dash familjen, me shku mirë me njëri tjetrin, me pas marrëdhënie të mira. Thonë njeriu është vllai njeriu, nuk duhet ta ketë urrejtë, nuk duhet ta urrejnë, nuk duhet ta ketë smirës, duhet ta ketë zeli. Po jemi gjithë, Zoti na ka krijuar të gjithëve. Zoti na ka lënë të lirë. Dikush nuk beson, puna e tij është, dikush beson e ka me Zotin e tij. Do të thënë, kjo është kështu që duhet të pas parasysh. Ne jemi gjithë Zotit, ai na ka krijuar. Se duhet të urrejmë njëri tjetrin, duhet të keq njëri tjetrin, duhet të luftojmë kundër njëri tjetrit, duhet ta urrejmë njëri tjetrin, Zoti na ruaj. Pra nesër kemi edhe përfundon, do thënë, me festën e fëmijëve që kemi nga ora 9 deri në 10, pak a shumë mund shkojnë në xhami afër xhamisë së Parrus, pra në shesh që është brenda xhamisë së Parrusës. Imam, më lindi kjo pyetje tani në moment, i ka prekur xhamitë të Shkodrës shpobullimi? Vjetre ketë largim të njerëzve ose mungesë të asaj që është më e rëndësishme ndoshta rinisi për çfarë sapo folëm. Shpobullimi ndihet shumë në fshatra. Don kur shkon ti viziton fshatrat, ata që kanë jetuar me vite më përpara, si puna ime, thonë ty me të vërtetë, më thonë sikur dëm zemra, thonë çfarë tonon këtë vend, se më kanë një katastrofë e madhe. Po ti ishe në një vend botës që me të vërtetë, më thonë shteti ose qeveria, më thonë shqetësohet për hallën e vendit, gjëra kryesore do ta kishin problematikë madhështore shpopullimin e vendit. Shkollat që bërshatisin, më thonë, s'ka më në zonës. Pra kemi disa fshatra, janë disa zona, është në Krepaj, në Vallas, kemi Vilzen, në xhamia që ata janë shpopulluar, nuk xhamia është në kampo, nuk shkon kush, as nuk ka xhamia sepse nuk ka njerëz, nuk ka banor në atë vende. Nëse në qytet është më ndryshe, pak nga se gjithmonë popullsia përqendrohet në qytete. Por në kuptimin e rini ka, do të thonë pjesa e madhe e xhamatit që vinë falë në rini janë, por me krahasu me popullsinë më përpashme, sigurisht që ka numër të rrallë. Absolutisht që ka numër. Ndjet, më thënë, shpopullimi i Shqipërisë është në plagët më të mëdha të vendit. Si dëshirohet, nuk e di Zoti na ruaj. Nuk e di, se jemi edhe në drejt mbylljes së emisionit së bashku me një mesazh për Kurban Bayramin. Ndoshta keni një mesazh për këto të ri, cilët ndoshta një farë mënyrë duhet sakrifikojnë më shumë për ta gjetë atë mirën në vendin e tyre, për të mos e braktisë tokën e të parëve tyre.
por dhe familjet. Sigurisht, po nisi nga një hadith i profetit alayhis salam që thot, nuk është shikimi si dëgjimi. Zoti tha Musait të kemi sprovuar popullin tanë dhe nuk reagoi. Kur e pa me sy se çka kishin sprovu, e holli Tauratin me ata pllakat edhe i holli për tokë. Po nuk ka shikimi si dëgjimi. Rinia me të vërtet unë kam provu vetë pa përpara kur kam qenë në vitet 90 që kam emigruar në Greqi dhe kështu, siç kanë emigruar gjithë mosha jonë. Thënë, nga njëherë po nuk e provoj, njëri nuk e beson. Ata mendojnë se bota jashtë është, si themi ne, baçe me lule. Në fakt, unë e kam bindje dhe gjithë më forcohet që nëse një personit i del jetesën në vendin e tij, është gjëna më largu prej vendit. Nuk i tepron më tepër atje jashtë. Por nëse nga se atje jeton më keq, jeton kush e më vështirë përsen diçka dhe lodhet shumë më tepër, që po të punojnë në jetën sasi pune, që punojnë edhe këtu nuk ka dyshim se do ta zbukurojnë jetën e tij. Do thënë, mos u largon nga vendi pas një shkak, thjesht që kanë shkuar tjetër me shkollën e tij. Pa nevoja bën njëri të largohet. Por nuk ka si vendit. Zoti, Zoti është i urtë, gjithdijshëm. Mi na ka falë Shqipëri. Në ka falë Gjermani, në Angli, dikun tjetër. Na ka falë, ka një qëllim se na ka falë në këtë vend. Ne duhet ta duajmë vendin tonë, ta ndërtojmë vendin tonë, ta zhvillojmë vendin tonë. Atyre që kanë zhvilluar vendet e tjera, që kanë zhvilluar vendet e tyre, nuk i ka diçka nga qielli, me punë kanë bërë ata punë. Ne duhet ta duajmë vendin. Pra mos t'ia lajm, atyre që të bëjnë dikush gjithçka me vendin tonë. Absolutisht jo. Mos u largoni nga vendi pa arsye. Tjetër është mos i braktisni prindit dhe familjen. Ja, njeriu kur bën prindët ta kuptojnë vetë se çfarë do thotë, po thënë ti më nai vetëm i pas fëmijët dhe mos më telefonu. Mos më pyet si je, ose mos më thonë a keni nevojë për diçka. Zoti thotë, kjo dënia është dollap. Kështu duhet të pas kujdes. Por një ktheu punës, ktheu arsimit, thënë arsimo tamam siç duhet, më bën një afër për jetën tane. Ke marrë një zënat, merr edhe një tjetër, pa gjithmonë sepse jeta ka papritjet e saj, provat e saj dhe mos u largon pa arsye, pa shkak prej vendit tan. Duro pak edhe këmbgul, edhe mos hesh ndaj të keqes, ndaj zullumit. Pra kur është saj që drejton ty, që ai paguhet me taksat tuaja, mos e mbyll gojën. Mos hesh, mos e mbyll syt. Thuaj mos e bën këtë gjë. Ti duhet ta bash kështu. Domethënë, unë ka taku kam pa në botën jashtë, kam pa gjëra që njerëzit nuk heshin ndaj të keqes. Ta thonë njerëzit mos e bash të lëmë policinë. Po pse nuk e veprojmë një diçka të tillë këtu? Ne duhet të ndryshojmë mentalitetin tonë. Kështu edhe rinia duhet të ndryshojë. Arsimau, pastaj edhe migracioni këtu, po mos u largo dikun pa qenë i afër për jetën tënde. Nuk dëshiron kush. Domethënë, jashtë nuk e lën kush shpinën e tij me marr ty në punë. Ty të merresh se i duhesh për momente, po ai do të marrin vetin më përpara. Kështu që Zoti inshallah ruan rinë tonë dhe e mbron këtë vend nga të këqijat, nga sprovat, nga ato që i thuan, nga intrigat, sepse çfarë po shohim Zoti na ruaj, po thënë nga sprovat gjëra emën e modernitetit e përparimit, të cilat fakt janë po shkatrojnë jetën në të llojet e drejtimeve. Mund morale, materiale, njerëzore, familjare, do thënë sikur kanë marrë angazhim dhe janë siç kanë thënë dikur në aksion për mi vu kozmën jetës në këtë vend. Zoti na ruaj inshallah. Faleminderit shumë për këtë mesazh shumë ndjer në fakt. Nuk e di, ndoshta edhe një mesazh urimi në prag të festës së Kurban Bayramit për gjithë besimtarët e Shkodër, por në gjithë Shqipërinë, pse jo? Unë uroj secilit një jetë lumtur të bekat, që Zoti t'ia ngrojë zemrën e jetën e tij me mëshirën, me faljen e tij në këtë ditë të madhe, që kryesore është pajtimi me shkumim me njëri tjetrin. Ne nëse i lutemi Zotit me na fal, po atjetër duhet të falem të tjerët. Nëse lutem që Zoti na mëshiron, duhet të mëshirojnë të tjerët. Nëse lutem që Zoti më na dhon, duhet t'i japim të tjerëve. Pra është dita e solidaritetit, dita e ndihmës, e përkrahjes, dita e faljes, dhe dita e harmonisë së pajtimit me njëri tjetrin. Kjo jetë është e shkurtër dhe mos ta prishim për diçka krejt e vogël. Zoti inshallah i mron gjitha familjet, e fëmijët, e rinin ton, inshallah i mron prej të këqijave, sprovave dhe secili të jep atë që e ka dhe ja kërkon Zotit dhe është e mirë atij e kësaj bote në botën tjetër. Zoti i pranon secilit kontributin, adhurimin e tij, angazhimin e tij dhe veçanërisht haxhilerët të cilët kanë shkuar atë, Zoti i pranon adhurimin për haxhin, por edhe lutjet e tyre. Dhe ju faleminderit, Zoti dhash mbarësi në punën tuaj që është një punë me të vërtetë, një punë e shenjtë, sepse ju transmetoni, do thënë realitetin e vërtetë të njerëzve dhe keni një punë që është amanet shumë i madh dhe shumë i rëndë. Zoti të ndihmoft. Faleminderit dhe gëzuar.
Se ne në Shkodër jemi mësuar që gjitha festat t'i festojmë së bashkut, ndoshta një nga ato veçoritë apo le të themi, më pëlqen ta them si cilësi që gjitha festat fetare, gjitha komunitetet i festojmë së bashku, ndoshta një vlerë e shtuar për Shkodrën. Absolutisht, unë kam, më thonë, të shpo quaj koleg, pasi është një festë tjetër cilët ai përmbajmëron Bajramin, Holland për kur ka pashkësh linjet, i harrojnë, më thënë, me të vërtetë, vonë kemi rujtë mesazhe dhe nuk harrojmë që ja kujtu njëri tjetrit urimin dhe me uru njëri tjetrit festat përbashkëta. Kjo është një mirësi që Zoti na ka dhënë. E duhet ta ruajmë dhe duhet ta shohim të trashëgojmë brezave që të ardhshëm inshallah. Faleminderit që ishe sot në studio. Miq të Star Plus, kjo ishte çfarë kishim përgatitur në hapësirën e studios hapur me mua Teodor Gjergën. Do të shikohemi në emisionet e radhës. Bashkë, mirë takofshim.